Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Largoni kollën, gëlbazën dhe ftohjen e mushkërive vetëm duke konsumuar çdo ditë një gotë nga ky lëng. Mushkërit janë nga organet më të rëndësishme të trupit dhe për pasojë pastrimi i tyre është shumë i nevojshëm, sidomos për duanbirësit. Papastërtitë dhe toksinat akumuluara në mushkëri pengojnë funksionin normale të tyre dhe mund të çojnë në kushte të rënda shëndetësore. Ndiqni këto hapa për të përmirësuar funksionin e tyre dhe për të larguar gjithashtu toksinat dhe problemet e stinës. 2 ditë përpara fillimit të këtij trajtimi ndalohet konsumi i produkteve të qumshtit, trupi duhet të fillojë të pastrohet nga toksinat akumuluara. Në ditën e parë të trajtimit pini një çaj bimor, do të këshillohet çaji i blirit, këtë çaj e konsumoni gjysmë ore përpara se të flini gjumë. Mushkërit gjatë këtij trajtimi nuk duhet i nënshtrohen aktiviteteve të rënda fizike. Ditën e dytë para pastrimit pini rreth 300 ml ujë me lëngun e 2 kokrave limoni. Para dreke pini 300 ml lëng grapefruti ose ananasi. Lëngjet e tyre përmbajnë antioksidant natyral dhe përmirësojnë funksionet e sistemit të frymëmarrjes. Sipas Step to Health, midis drekës dhe darkës pini 300 ml lëng karrote. Ky lëng do ju japë sasinë e nevojshme të vitaminës C. Para se të flini, pini 300 ml lëng të pastër me kalium sepse shërben si tonik pastrimi. Frutat e pasur me kalium janë boronicat, kajsit, bananet, dardha e të tjera. Veproni edhe ditën e tretë njësoj si ditën e dytë, pini të njëjtat lëngje edhe të listuara më sipër. Pini rreth 2 litra ujë në temperaturë ambienti çdo ditë. Kështu do të ndihmoni në përmirësimin e funksioneve të mushkërive dhe do të parandaloni gjithashtu edhe akumulimin e toksinave dhe gëlbazës gjatë stinës. Inflamacioni dhe grumbullimi i sekrecioneve në mushkëri si pasojë të ftohurës ose gripit mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje dhe probleme me gjumin. Bllokimi që ndodh në krahëror shoqërohet shpesh me kollë të fortë, nëpërmjet të cilës mushkërit përpiqen të pastrohen. Gripi dhe e ftohura nuk janë shkaktarët e vetëm të këtyre bllokimeve, por mund të ndodhin edhe nga bronkiti, astma, fibroza dhe alergjitë. Mund të ndihmoni mushkërit duke konsumuar lëngje të ngrohta si supa, çajrat bimore dhe të tjera. Një nga ushqimet më të rekomanduar nga ekspertët për pastrimin e mushkërive është mjalti. Një i rritur mund të konsumojë një lugje dhe mjalt çdo 3 deri në 4 orë. Ushqimet të tjera të dobishme për këtë problem janë hudhra, limoni, erëzat, shega dhe xhenxhefili. Përbërësit që u duhen në përgatitjen e kësaj recete janë: gjysmë lugë çaj xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë çaj spec djegës pluhur, 1/4 e filxhanit rreth 100 ml uthull molle të pafiltruar, 3 lugë gjedhe mjalt, 1/4 e filxhanit me lëng limoni të freskët. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë: zieni uthullin dhe lëngun e limonit derisa të marrë në val. Hiqeni nga zjarri, shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe specin djegës. I përzieni mirë derisa të krijohet një lëng me përmbajtje uniforme. E vendosni në një shishe qelçi dhe konsumoni një lugë gjedhe 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Për ata që kanë probleme me gjumin si pasojë e bllokimit të mushkërive, rekomandohet të përdoret edhe jastëk që mban kokën e ngritur për të parandaluar kollën dhe vështirësinë me frymëmarrjen. Nëse sekrecionet zgjasin më shumë se 3 ditë, përkeqësohen ose kanë ngjyrë jeshile ose të verdhë, duhet të konsultoheni patjetër me mjekun përkatës për të evituar çdo problematikë të mundshme. Përkujdesja për mushkëritë është hapi i shkëlqyer që mund të ndërmarrin shumë persona edhe për të përmirësuar jetëgjatësinë e tyre. Mushkëritë janë një nga organet më të rëndësishme të trupit të njeriu dhe gjithashtu kanë nevojë të detoksifikohen si duhet. Për të përmirësuar shëndetin e tyre dhe për të evituar gjithashtu edhe problematikat, sigurohuni që të konsumoni edhe ushqime të duhura në punën e efikasitetit të plotë të tyre. Prandaj, nëse doni të keni mushkëri të shëndetshme edhe në kalimin më të vështirë të virozave të stinës, duhet të përpiqeni të rregulloni dietën dhe të përmirësoni gjithashtu edhe ushqyerjen tuaj. Prandaj në këtë video do të rendisim disa nga produktet më të mira, të cilat duhet t'i keni pjesë të planit tuaj të ushqimit, për të përmirësuar kështu edhe funksionet më të rëndësishme të mushkërive. Çaji i jeshil është një nga alternativat më të çmuara për të përmirësuar punën e mushkërive. Ekspertët vazhdimisht rekomandojnë pirjen e një filxhan çaji të ngrohtë me çaj jeshil përpara se të shkoni për të fjetur. Do ju ndihmojë të pastroni organizmin dhe mushkëritë nga toksinat, por edhe të ruajë gjithashtu shëndetin e mirë të tyre.
Çaji i shili kombinuar edhe me xhenxhefil dhe lëng limoni dhe mjalt mund t'japë një lehtësi më të mirë për shëndetin e mushkërive. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për mushkëritë është lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është i pasur me antioksidant, gjithashtu edhe me acidin folik. Pini ujë me limon çdo mëngjes me stomakun bosh për të marrë edhe përfitime më të mira në sistemin e frymëmarrjes. Lëngu i boronicës së kuqe ose i ananasit gjithashtu do t'japë rezultate fantastike për gjendjen tuaj shëndetësore. Këto fruta janë të pasura me antioksidant dhe lëngu i tyre i pirë çdo ditë mes vakteve ose gjatë drekës mund të ofrojë shumë përfitime. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë duhet të shmangni edhe konsumin e pijeve të gazuara dhe atyre alkolike. Lëngu i karrotës gjithashtu është një alternativë shumë e çmuar për të shtuar në dietën tuaj. Karrota është e pasur me beta-karoten, me vitaminën A, me vitaminën K, vitaminën C dhe B. Lëngu i saj e rrit nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë mund të ulin rrezikun e mushkërive dhe të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj është xhenxhefili. Xhenxhefili është një aleat shumë i mirë kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson eliminimin e problemeve të sekrecioneve dhe gjithashtu edhe përmirëson punën e mushkërive. Ushqimet e pasur me antioksidant sigurisht që do të luajnë një rol pozitiv në punën e shëndetit të mushkërive. Spinaqi, frutat e pyllit, brokoli, peshku, rrushi janë ushqime të pasur me antioksidant që forcojnë imunitetin dhe kapacitetin e mushkërive dhe të frymëmarrjes. Rigoni dhe energjiku gjithashtu është një alternativë e çmuar për të përmirësuar punën e mushkërive. Përbërësit organik të rigonit përmirësojnë frymëmarrjen dhe çlirojnë mushkëritë nga bllokimi i sekrecioneve. Mund t'i përdorni si çaj ose edhe si element bimor. Ato ndihmojnë në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga bakteriet. Energjiku do të qetësojë muskujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe të dyja bimët duhet të bëhen pjesë e regjimeve ushqimore. Mbrojnë mushkëritë dhe gjithashtu edhe ofrojnë element domosdoshëm të vitaminave dhe mineraleve dhe suplementeve ushqyese. Këshilla e fundit, por jo nga rëndësia, është të mos e pini duhanin, të qëndroni larg zonave të ndotura dhe të pini sa më shumë lëngje të ngrohta gjatë ditës, kryesisht edhe ujin, i cili mund t'jap lehtësime të duhura për punën e shëndetit të mushkërive, gjithashtu edhe të lehtësojë komplikacionet e tyre. Mushkëritë luajnë një rol thelbësor në sistemin e frymëmarrjes, marrin oksigjenin dhe filtrojnë jashtë organizmit toksinat, ruajnë shëndetin e mushkërive dhe funksioneve të tyre thelbësore. Mushkëritë e shëndetshme garantojnë që i gjithë organizmi të ushqehet si duhet me oksigjen. Sigurisht që aktiviteti fizik, mos pirja e duhanit dhe shmangja e ndotësve janë gjithashtu të mirë për të garantuar shëndetin e mushkërive. Ushqimet luajnë një rol kryesor në mirëqenien e këtij organi. Barishtet, hudhra, agrumet, frutat e pyllit dhe xhenxhefili janë ndër ushqimet më të rekomanduara për shëndetin e mushkërive, por në dietën tuaj mund të shtoni edhe fistikët. Fistikat janë shumë të rëndësishëm për shëndetin e mushkërive. Sipas informacioneve të Step to Health, fistikët përmbajnë lloje të veçanta të vitaminës C, e cila ofron mbrojtje kundër disa forma të caktuara të mushkërive. Ato ndihmojnë uljen e kolesterolit dhe ngopin lehtë dhe pa kalori, të cilat janë përgjegjëse edhe për shtimin e peshës. Speci djegës. Speci është një erëzë shumë e fuqishme e mirëbërëse për organizmin. Ajo ofron 10 përfitime për shëndetin e njeriut. Ndihmon në shuarjen e kollës, irriton fytin dhe përmirëson gjithashtu edhe qarkullimin më të mirë të gjakut. Kjo erëzë shërben për shpërbërjen e sekrecioneve dhe rekomandohet gjithashtu për personat që vuajnë nga bronshiti ose problemet të rrugëve të frymëmarrjes. Ushqimet e pasur me omega 3. Acidet yndyrore omega 3 ndihmojnë në pastrimin e mushkërive dhe efikasitetin e sistemit të frymëmarrjes. Salmoni, sardelet, farat, arrorët dhe vezët janë të pasur me acide yndyrore omega 3. Këto ushqime kanë aftësinë të shmangin inflamacionin në organizëm dhe të përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj mendor. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.